Ja, del këtu. Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në një vlog të ri. Sapo çova lepurshin tim të vogël në çerdhe. Bëra këtë çantën gati, rrobat siç u vesha që çova Loganin dhe do dal direkt këtu vërdall tek qyteza ime e Vockël për të bler disa copa. Më është fiksuar do qep edhe nami u bëf do qep edhe pik. Shpresoj domethënë. Edhe është një zotëri që, domethënë këtu tek qendra e qytetës tonë, një herë në disa ditë, 3-4 ditë të javës, diçka e tillë, bëhet një pazar me gjëra të ndryshme, një ditë shiten këto, një ditë shiten ato, një ditë shiten të gjitha gjërat bashkë, për shembull fruta perime ose gjëra antike ose rroba të përdorura. Edhe sot është dita që bëhen të gjitha bashkë këto, bëhet pazari i madh, okay, shumë gjëra së bashku, po jo se është ndonjë wow gjigant siç do doja unë të ishte. Dhe vjen ky xhaxhi që shet copa. Dhe unë përpara disa ditësh bleva këtë copën tjetër, sërash. Kishte shumë copa të bukura dhe unë sjella këtë. E kam treguar në Instagram, kush më ndjek në Instagram e di. Bleva 3 metra të tillë, shikoni me këto roz të çelët, roz pak më çik si portokalli, çik si roz të tjerat edhe kjo jeshilja, shumë e bukur. 3 metra copë të tillë dhe dua ide nga ju çfarë të qep unë me këtë. Kam marrë shumë ide të bukura në Instagram. Disa më thanë klëfja stëku, shumë ide e bukur. Disa më thanë fustan, disa më thanë bluzë dhe fund. Se më të më thanë tjetër, duhet të lexoj përgjigjet. Ishin disa ide shumë të lezetshme, edhe unë kam një ide, po më thoni juve ide tuaja, se realisht dua të bëj diçka shumë të lezetshme, por edhe diçka të thjeshtë në të njëjtën kohë, se unë nuk është se jam ndonjë profesioniste që di të qep wow edhe diçka të thjeshtë, ta nisim shumë bukur. Dhe kam edhe disa ide të tjera, por për ato ide të tjera më duhen copa të tjera dhe unë do shkoj do blej. Domethënë, pa qepur këtë akoma, po shkoj të blej të tjera, shpresoj që mos i bëj pirkë dhe t'i mbaj këtu të zëmpluar për një vit apo ku di unë. Por jo, do t'i qepim. Edhe do t'ju tregoj edhe juve kur do t'i qep, kështu që do iki tani, nuk kam asnjë plan tjetër për të ndaluar në dyqan. Kam bler ditët e fundit, kam ndaluar të këtë përdorat, se nuk kam xhiruar gjatë gjithë kësaj jave, po kam dalë pothuajse çdo ditë dhe kam bler disa gjëra shumë të bukura të përdorat, që dua t'ua tregoj edhe juve, po pastaj kur të kthehem. Dhe besoj që nuk do kthehem, ose nuk e di, do shoh do bëj. Ti kesh atje ngjitur përdorat dhe mos të kthehesh, thjesht nuk dua të blej më gjëra sepse s'kam ku t'i vë, nuk kam fare vend, edhe kam çdo gjë, nuk më nevojitet asgjë. Kam filluar të pi prapë si këto. Piva një ditë që dolëm, xhiro, ishte vape dhe unë ktheva, ishim në dyqan, pash këto të frigoriferit, thash okay, kam shumë kohë pa pirë, një 3 vjet po njerë. Bleva, dhe pastaj bleva prap, është hera e 3 ose e 4 që blej, mu fiksuan përsëri, janë shumë të mira. Më duket se këto dolën që kur isha unë në Shqipëri, në mos gaboj, se mbaj mend. Nejse, do ta marr këtë me vete sepse bën tap, çantën e kam. Do ta marr njëherë edhe kamerën, nuk e di se çfarë do xhiroj, po do shohim do bëjmë. Do vendos edhe këto syzet që duan lar. Do fshir, domethënë. Edhe flasim më vonë. Dita edhe sot është shumë e bukur, pas kam një qime. Fiks të lenci. Okej. Po thoya që dita edhe sot është shumë e bukur, normalisht është mëngjes, është pak freskët, po që ky dielli të kënaq edhe dëgjohen gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë ditës, edhe madje në orën 8 të darkës, këto cicërimat e zogjve që të kënaqin. Këtu ku jam unë tani është qetësi absolute, asnjë makinë, asnjë këmbësor, nuk e di çka ka ndodhur, zakonisht tu ka goxha lëvizje, por kur të dalte rruga kryesore aty do ta mbushur plot. Edhe ka disa 2-3 lokale me tavolina jashtë që i kap dielli dhe jam e sigurt që dhe ato do jenë të mbushur plot tani. Dua edhe unë të lëm pi një kafe atje, po nuk dua të ulem pi një kafe vetëm, po vjen një makinë. Dua të ulem pi një kafe me Albanin, i cili nuk mundet sepse është në punë. Kështu që do vazhdoj atje ku nisa, nuk do ulem gjikundi. Përpara kam një tufë me fëmijë të cilët po shkojnë në ekskursion. Po
po s'mund t'ja tregoj sigurisht. Sa po erdha në shtëpi, kalova tek Sainsbury edhe tani Albani më çoi mesazh që do pica. Ndërkohë që unë sapo kalova te Sainsbury, nuk më çoi dot 4 minuta më herët. Unë kisha menduar të bëja gjell me patate, po me që do bëjmë pica. Bleva. Nuk gjeta tamam çfarë doja, do me thënë, doja më të blija, po edhe këto më pëlqenin, jo se nuk më pëlqenin. Mora 1 metër e pak nga kjo, e verdha, me kuti shumë e bukur, dashuri, shikoni. Se ka që kishte të fundit ai Xhaxhi. Edhe, okej, thash ma jep atë. Kam një ide se çfarë do bëj. Do me thënë, kam 2 ide se çfarë do bëj me këtë. Po gjithsesi dhe juve më jep një ide tuaja. Dhe një që tjetër që bleva është e njëjta për në ngjyrën roz, edhe kjo më pëlqeu shumë, edhe kjo është 1 metër e pak. Nuk ishte më as si kjo. Edhe me këtë, po prap kam një ide, të cilat do t'ju tregoj në videon në vazhdim, edhe kjo është kështu. Shikoni nga afër, shumë e bukur edhe kjo. Të dyja njësoj, thjesht të ndryshon ngjyra, printin e kanë identik. Këto të dyja, siç thash, desha edhe 1-2 copa të tjera janë fiksuar për të bërë një fustan. Kam parë një fustan ngjyrë të verdhë limoni, përveç se është shumë në mod tani dhe për verën që do vi. Desha të qepja atë fustanin, por s'kishte copë. Unë e kam parë me saten, ose satin, me atë lloj cope. Ai e kishte një baby pink, shumë e bukur edhe ajo, që tash u pendova pse se mora. Nuk e di, nuk e di. Them një herë të qep këto, mbaroj me këto, pastaj të blej tjera, apo të blej dhe pastaj nuk e di, do bëjmë çorap. Po tani që vjen në shtëpi unë gjithmonë pendohem pse se mora atë. Shumë e bukur ishte. Baby pink, baby rose. Dhe pastaj shkova dhe tek një zonjë tjetër që ishte aq e mirë, më kënaqi. Vajta për të bler edhe përfundova duke bërë muhabet me atë. Bleva një diçka tjetër që dua të bëj, një projekt tjetër, bëhet me këto, më duheshin 5 ngjyra të tilla nga këto Fiat Ribbon kështu. Leila, portokalli, jeshile, baby rose edhe e verdh. Kjo ishte, ajo copa ishte në këtë ngjyrë. Ja, tani që shikoj këtu pendohem se mora o zot. Po unë doja po thuaj se në këtë ngjyrë ose pak më të lehtë se kjo është pak e rëndë. Nëse se tani shkëlqejnë shumë edhe nga ring lighti që kam. Por këto 5 ngjyra do më duhen për të bërë diçka shumë të lezetshme, që kur e tregova në foto asaj zonjës që shiste këto, tha, "Ua, dua dhe unë ta bëj." Pastaj tha, "Jo, jam shumë e madhe tha për të bërë këto gjëra." No, i thash, "Nuk je shumë e madhe, ja, sa ndihesh. Nëse ndihesh që do ta bësh, të pëlqen, bëje." Këtë drejt më tha mua. Kishte gocën 20 vjeçe, dhe goca ime tha, "Vishet më shumë si çun se sa si gocë." E di, i thash se ka motrën time 18 vjeçe që vishet më shumë si çun se sa si gocë. Anyway, kur ta bësh atë gjën që ke për të bërë, hajde këtu tha se dua ta shikoj, patjetër që do vi tash, i bëri foto edhe ajo, do t'ja dërgoj gocës, ta nuk e di nëse do ta bëj, se e pëlqeu shumë, po juve nuk do ta tregoj tani, do ta tregoj kur ta bëj, se ta lë çik kështu, surprizë. Ta bëjmë bashkë atëherë. Edhe bleva edhe këto. Edhe kaq bleva për sot. Tash unë do të iki në dyqan. Më me tiki tani, edhe të vi direkt të marr do të thëmë t'i ki të blej pizza, t'i lën shtëpi dhe t'i ki direkt të marrë Loganin, se sa të vete me Loganin pastaj, se do më tërboj. Hajde këtej i kandej, mos pre këtë, mos pre këtë, do vej do marri vezë Kinder, unë nuk dua që të marri vezë Kinder, se kohët e fundit ka marrë shumë vezë Kinder. Albani që i thot, do vem dyqan me datin, vej të blej vezë Kinder, ko, pa lidhje të shi. Nëjse, kështu themun po, pastaj kur da i thot, dua vezë Kinder, mua vjen gjuna dhe blej. Kush del prap o zoti maf. Kisha 1 milion gjëra për të bërë. Shikoni këtu. Këtë qiririn që e bleva tek BM-i, që më pëlqeu jashtëmase shumë, me këto lulet, kam vendosur të dritën këtu unë, edhe këtu e shikoni. Ja ka hequr këto lulet këtu, këtejna mbrapa, të gjitha, shiko. Unë e bleva dhe po e ruaja, s'po e ndizja, se e bleva më shumë se është i bukur për ta vendosur në një pjatë edhe aty. Ky vajtja hoqi të tëra kur e pashu. Hi baby. Regalo. Ua.
Ua. Ja, dil këtu. Dil këtu. Ndeza vet. Logan po ju tregon flokët e mia. Po ju tregon që erdhi në shtëpi, piu milk rrugës, se ja mora me vete unë. Edhe ndërrova e lava tani, ka filluar të ketë hund prap. Ishte bërë këllir edhe këtë xhupin e ka bërë qelbur. Ngela duke i larë për ditë në një xhup. Ç'është? Mua tash po vjen të qep, por kam 1 milion punë përpara se të qep. No, birje, Logan. Po shikon videot tona Logan në televizori. Mama dhe Logan. Kam shumë qef të qep, po kam shumë punë për të bërë, kështu që them të mbaroj njërë punët, edhe pastaj të nis të qep. Të paktën gatim nuk kam për të bërë, sepse siç tash Albani donte pica, aq më mirë për mua, i fut pica të fut, mbaroj historia. Edhe shikoni se çfarë i dha komshia Loganit, prisni. Do të dërgosh çupave? Kemi një komshie që bën, me sa duket i pëlqen të bëj kështu gjëra DIY me dorë. Edhe dje që po lante Albani makinën, Logan po luante për jashtë, ajo e pa edhe i dha këtë. Është një gur që e ka pikturuar si tigër, i ka vendosur të sytë shumë të bukur. Beautiful. Ndërsa, ja, të tregoj mami këtu sipër? Sot i dha këtë, unë po hapja rroba tani, Logan po luante me biçikletë, ajo e pa prapë e i tha prit se kam 2 të tjerë, do? Edhe t'ja tregoj mami këtu lart? Thank you. I dha edhe këtë. I pëlqen asaj të bëj kështu gjëra. Më tha mua e pëlqen atë Spider-Manin? Që ti bënte një me Spider-Man? Ai se një fare Spider-Manin i thash. Po i se mi vackël, këse një Spider-Manin. Bukur Logan, do ishte i fus në xhep. Ke xhep? Do i fusësh te xhepi? S'ka xhep, edhe po mundohet që ti fusim. Oh no, në ma pultin ta shtypi pak mami. Dita është shumë e bukur, do hap të gjitha dyert dhe dërtaret Airos shtëpinë. Dhe se di, do të tregoj pastaj, kam shumë gjëra për të treguar. Gjithë ditë nuk kam xhiruar edhe kur nuk xhiroj them, kur të xhiroj do të tregoj këtë, do të tregoj atë, e pastaj harroj, bëhen aty. Po, në ma ta shtyp mami. Në ma ta shtyp mami. Po ta shtyp mami, se ti s'po. Okej, sorry. Shtyp okej. Okej? Shtyp okej? Oh no. Uh-oh. Okej, flasim më vonë. Sa mirë është kështu kur rri, po nuk dua të rri. Dati. No. Buda. No. Co to no? Pupuś? Buk. I buk. Buk? Do buk? Co to mama je do buk? Zbam den dus. A? Dus. Co to do dusz? No dusz? Pupuś? Dostoj cheese po fliqum. Do flesh shumë. No. Pse? Até.
cheese të dadi. Cheese. Atje rri të lutem. Hajde Logan të bëj çisto. Tu. Dale shikoj çik mami, çka ke veshur? Ha? Logan këtej. Logan. Logan. Bye bye. Bye Logan. Shiko dadin, aty rri. Bëj cheese. Cheese, të dadi cheese. Ati të dadi. Okej, shko te purple tani. Te muri tjetër, Logan. Te purple. Nuk dalin mirë këtu? Hajde këna më. Oh, bukur, këtu. Logan, purple. Purple? Aty. Po ripin. Safety first, o dadi. Donte të kalon të ripin të dora. Hajde te mama. Hajde. Hajde te mami.